Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, në Kukës zhvilloi një takim me fermierë të bashkimeve Kukës dhe Has, në kuadër të procesit të hartimit të skemës kombëtare 2026. Ministri theksoi se skema kombëtare 2026 do të synojë të adresojë specifikat rajonale, duke orientuar mbështetjen drejt të sektorëve me potencial zhvillimi dhe vlerë të shtuar, veçanërisht në zonat veriore. Ne së bashku duhet të krijojmë dhe me bashkit një SHKB ku bashkia të jetë garanti i gjithë procesit, ku ju duhet bashkoheni si fermer dhe ne të ndihmojmë bashkit me garancinë sovrane të cilët kemi vendosur ndaj shtetit shqiptar 250 milionë euro. Është me 2%, mund ta marrë secili për jush, mund të përfitoj kushdo fermer për të rritur fermën, për të rritur biznesin, për të shkuar në një hap tjetër. Dhe është mundësi e mirë që secili të jetë pjesë e kësaj pakete, jo vetëm përfitimin që ne kemi ndaj masave të ndryshme, por edhe nga garancia sovrane. Por duke u futur roli i bashkisë dhe duke qenë bashkit pjesë e kësaj pakete, është e sigurt ku shteti është aty për të garantuar vazhdimsinë dhe për të garantuar tregun në fund. Gjatë dëgjesës, ministri Salla dëgjoi nga afër këndvështrimet e fermerëve mbi sfidat aktuale, potencialet e pashfrytzuara dhe nevojat për mbështetje më të qëndrueshme me synim zhvillimin afatgjatë të bujqësisë në zonat veriore të vendit.